Përplasja mes Ulsi Manjës dhe Blendi Çuçit për kreun e prokurimeve publike nuk është më një thashë them që qarkullon në korridoret e Kuvendit prej disa javësh. Të njëjtën e kaluar, më 23 korrik 2026, teksa protestuesit godisnin me vezë deputetët e parlamentit dhe përplaseshin me policinë, Kuvendi vazhdonte procedurën e votimit për kryetarin e ri të Komisionit të Prokurimit Publik. Përpara se të shpallej fitues kandidati Ismail Shehu, në prapaskem pati përplasje për kandidaturat, pasi deputeti i Partisë Socialiste Blendi Çuçi nuk ishte dakord me kandidimin e Shehut në krye të prokurimeve. Sipas burimeve nga lapsi.al, pas kandidaturës së Enea Ahotit, qëndronte ish ministri i Brendshëm, një tjetër kandidat i cili u troq nga gara. Sipas të njëjtave burime, Çuçi ishte shprehur kundër kandidaturës së Shehut pasi ky ishte një propozim i Ulsi Manjës, ndërsa mbështetja në hije nga vetë ish kryeministrja Belinda Balluku. Madje, sipas këtyre burimeve, ai kishte paralajmëruar se nëse votojë emri i Shehut nuk do të votonte asnjë projekt ligj që kërkonte shumicë të cilësuar. Kjo bëri që kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, të shtynte 2 herë votimin derisa çështja u zgjidh me ndërhyrjen e kryeministrit Edi Rama. Votimi u krye dhe me 78 vota, kryetari i prokurimeve publike u zgjodh Ismail Shehu. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 78 vota pro, 3 abstenim, 4 kundër. Projekt vendimi miratohet. Por zgjedhja e Shehut nuk ka vetëm një debat politik. Dokumentet tregojnë se emri Ismail Shehut kryqëzohet me një prej tenderave më të debatueshëm të Ministrisë së Drejtësisë dhe me kompaninë 4AM, e cila sot është pjesë e dosjes që po e hetohet nga SPAK. Kreu i prokurimeve publike është një nga pozicionet më të rëndësishme në administratën publike, pasi është një rol drejtues mbi rrjedhën e miliarda eurove që kalojnë nga prokurimet publike kur ka konflikte. Rrugë, ujësiesa, shkolla, godina, koncesion dhe çdo gjë tjetër që prodhon përplasje midis grupeve të interesit, kompanive private dhe institucioneve kanë si arbitër tashmë Ismail Shehu. Ashtu si vendi autoritetit rrugor shqiptar, edhe ky pozicion ka sjell probleme për të gjithë ata që e kanë mbuluar, pasi një pjesë janë dënuar nga gjykatat. Më parë në këtë detyrë ka qenë Jonaid Myzyri, i cili u pezullua me kërkesë të SPAK, por më pas u shpalli pafajshëm nga gjykata e posaçme për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Mbetet e paqartë pse hetimi nuk u shoqërua edhe me akuza për fshehje pasurie, megjithëse në praktikën e SPAK-ut hetimet ndaj zyrtarëve të lartë shoqërohen automatikisht me hetim pasurie. Por një element i përbashkët që shfaqet në disa prej episodeve të kësaj historie është kompania 4AM. Emri i saj del si në procedurën e tenderit të Ministrisë së Drejtësisë, ashtu dhe në dosjen penale që po hetohet nga SPAK. Pikërisht deklarata e vet Ismail Shehu do të japte një kapitull të mbyllur me tendrat, ku ai do të pohonte se është marrë personalisht me fondet në Ministrinë e Drejtësisë. Por teksa Ulsi Manja forcon pozitat e veta brenda Partisë Socialiste, njëkohësisht edhe aleatja e tij, ish kryeministja Belinda Balluku vijon të ruajë ndikimin dhe pushtetin brenda qeverisë. Kjo e fundit edhe pse është vetëm deputete, ka njerëz të afërt në institucione si Autoriteti Rrugor Shqiptar, Operatori i Blerjeve të Përqendruara, Ministria e Infrastrukturës dhe Ministria e Mbrojtjes, ku janë drejtues Sami Kozeli, Jonaid Myzyri, Enea Karakaçi dhe Ermal Nuf. Por a plotson kriteret njeriu Ulsi Manjës për të qenë kryetari i prokurimeve publike? Ismail Shehu ka filluar detyrën në administratën publike në vitin 2008 në Ministrinë e Mbrojtjes dhe për 18 vitesh ka qenë në mënyrë të pandërprerë pjesë e institucioneve publike në role të ndryshme. Në vitin 2018 ai do të bëhej drejtues pranë drejtorisë antikorrupsioni në Ministrinë e Drejtësisë dhe me ardhin e Ulsi Manjës në krye të institucionit, Shehu do të emërojë sekretari i përgjithshëm, detyrë që do ta ushtronte deri disa muaj më parë, kur kaloi në të njëjtin pozicion pranë Ministrisë së Bujqësisë. Shehu është me origjinë nga Dibra dhe ardha e tij në këtë pozicion ka krijuar diskutime në qarqet politike mbi ekzistencën e një rrethi drejtuesish me njohje të mëparshme mes tyre. Vetë kjo rretha nuk përbën provë për nepotizëm apo konflikt interesi, por ka ngritur pikpyetje në debatin publik. Kam një eksperiencë të gjatë edhe në çështjen e prokurimeve. Do doja të theksoj që përveç faktit që kam pothuajse 5 vite që ushtoj detyrën e sekretarit përgjithshëm, e cila nënkupton njëkohësisht të qenë titullari i autoritetit kontraktor, më është dashur të merrem për shkak të punës edhe me administrimin e gjithë procesit prokurimit, që nga fazat e gjenerimit kërkesës deri tek lidhja e kontratës. Përveç saj, gjatë viteve që kam punuar si drejtor juridik Ministrisë së Mbrojtjes, kam dhënë dhe kontribut si një nga bashkëhartuesit e ligjit për prokurimin në fushët e mbrojtjes dhe sigurisë, si dhe akteve në ligjore që kanë dalë zbatim të tillë. Në fakt, deklarata e Shehut kërkon një saksim juridik, sepse sekretari i përgjithshëm nuk është automatikisht titullari i autoritetit kontraktor të Ministrisë së Drejtësisë. Titullari është ministri. Në këtë rast ka qenë Ulsi Manja, ndërsa sekretari i përgjithshëm mund të ushtrojë kompetenca të deleguara me urdhër të ministrit, përfshirë administrimin e procedurave të prokurimit. Pikërisht ky pozicion krijon edhe një nga lidhjet më të diskutueshme të Ismail Shehut me kompaninë 4AM. Në shtator 2023, Ministria e Drejtësisë, në drejtimin e Ulsi Manjës, do të hapte thirrjen për supertenderin me fond limit 1.9 miliard lekë ose 19 milionë euro për ndërtimin
funksionimin e institucionit për edukim dhe rehabilitim të miturve. Gara për tenderin do të sillte përplasje midis kompanive private dhe ministrisë, ku bashkimi i kompanive Rafin Kompani, SHPK, Ndregjoni SHPK dhe Ulla SHPK do të denonconin ministrinë se ishte treguar e njëanshme. Në dhjetor 2023, këto kompani do të kërkonin skualifikimin e ofertës së grupit të kompanive 4AM dhe ET Konstruksion, pasi sipas tyre nuk plotësonin kriteret për të kaluar kualifikimin për tender. Denoncimi do të vinte pasi kompanitë kishin fituar tenderin me ofertë ekonomike me vlerë 1.75 miliard lekë, ndërsa në vend dytë do të renditesin denoncuesit me ofertë 1.88 miliard lekë. Konsorciumi Rafin Kompani, Ndregjoni dhe Ulla SHPK do të deklaronin se fituesit nuk plotësonin certifikimet dhe kërkesat e ministrisë për staf dhe kualifikim. Gjithsesi, Komisioni i Prokurimit Publik e refuzoi ankesën e kompanive, por në të njëjtën kohë i kërkoi Agjencisë së Prokurimit Publik të hapte një hetim administrativ për rast. Një kopje të ankesës komisioni ja dërgoi edhe Ministrisë së Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, si edhe rrjetit të koordinatorëve kundër korrupsionit. Edhe pse ankesa u rrëzua nga Komisioni i Prokurimit Publik, grupi i kompanive do ta padiste në gjykatë Ulsi Manjën, Ismail Sheun dhe Komisioni i Prokurimit Publik me kryetar Osokoj Jonait Byzyrin. Aktualisht çështja ndodhet në gjykatën e lartë dhe zhvillimet e fundit nga prokuroria e posaçme kanë sjellë një kontekst të ri, pasi kompania 4AM rezulton e përfshirë në dosjen e njohur publikisht si dosja Balluku. Në këtë dosje vetë ish-ministrja Balluku akuzohet nga SPAK për pastrim parash, përdorim detyre fshehje pasurie dhe veprimtari e kryer në grup. Por nëse deklarata autogole Ismail Sheut për tendrat na zbulon drejtëhijet me vetë prokurimin, lidhjet e tij familjare ngren pikpyetje mbi perceptimin publik për konfliktin e interesit dhe për qëndrimin e funksioneve publike brenda të njëjtit rreth familjar. Sheu është djali i prefektit të Dibrës, Nasmir Sheu, ndërkohë që kunati i tij Sajmir Tola është në krye të Agjencisë së Mbikëqyrjes Financiare. Vetë këto lidhje familjare janë element që ushqejnë debatin publik mbi konfliktin e interesit dhe perceptimin e pavarësisë institucionale. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.